mendon që kjo të Gjermant? Më thonë, a jënë edhe ata që shtu si na, që burri s'kan? Gjermant janë edhe mazi se na, një okay. mënyrë. Gjermant bile janë si popull, kështu janë shumë me rezerva, janë më të ftoftë. Mirë po, Gjermant kur e kanë një sfidë emocionale, ata shprehen ma shumë. Këto unë me thonë, veç për analizës, unë qka ko mujtë vetë, do me thonë për i shmërin teme me klient, po, me vërtetu. Do me thonë, kur për shembull një klient Gjerman, e pagun seancën, e sakton të rëmimin, e pagun seancën, a do rezultat. Don rezultat. Seancën e parë, seancën e dytë, do me thonë, e kërkon vetë-vetiu një farë rezultati, do me thonë, don me pa atë wow efekt, me shpërthyn emocione ose diçka me ndodhë. Ndërsa të klienteja shqiptare është pak më ndryshe, për arsye se ata suksesin më të madh e shohin që kanë marrë guxim edhe e kanë caktuar një termin. Apo kupton? Do të thonë, aty ju doket që e kanë bërë një hap tepër të madh. Ndërsa kur të vjen puna për mi shpreh emocionet, shumë ngurojnë. Shumë, do të thonë, edhe kërkojmë falje, unë fal, por Zoti s'di çka ndodhi sot me mua, unë jam shumë i fort, unë përkundrazi thon po liroje, edhe na gra shqiptare sa shumë kemi probleme me gjandra tiroide. Pse? Për arsye se gjithmonë jemi mësu me përbi. Më përbi. Për burra nuk po flases, për arsye se burrat më po mdoket gjenerata por janë bovi qimon. Mirë po unë e shoh, a di ç'e shoh unë? Unë e shoh që nuk është me rëndësi a vin burrat apo vin gratë. Me rëndësi është që njëna par. Njëna par. Unë kur e kam për shembull gjinisë femrore, kuptohet krejt të martume. Kur ajo vjen edhe reflekton, se nuk është puna që unë i ndihmoj, mirë po kur ajo reflekton, kthehet te shtëpia edhe e ndryshon qasjen, si me fëmijë, si me burr. Kum pas për shembull rase që i kom taku dhe në aeroport, ka thonë, çka ki bo me gru teme se krejt ka ndryshu diçka, ose e kundërta, mirë po në mënyrë pozitive. Unë s'kom ndryshu kur gjo, ka ndryshu vetë personi ose klientja e cila ka ardhë edhe dhe me thonë e ka ndëgju vetën, ka pa perspektiva tjera, se thonë edhe klientesi thonë vetë çka dush trego në atë mënyrën që çka tregojsh i tregon vetës, për arsye se është një farë vetë reflektimi, edhe sa më mirë se me ndëgju veten çka mendimet e tua, se na mendime kem edhe ashtu, mirë po mi pa pak a shumë kështu para vetes, edhe mi këshyr mi pa një perspektivë tjetër aty, mendoj që është ndodh një ndryshim. Do të thonë për marrë në përfundim e shoh një dallim që Gjermant janë më të rezervuar, mirë po i japin mundësi vetes mu shpreh emocionalisht, ndërsa ne shqiptar derisa ta qesim një lot, nuk e di. Është jo që nuk kemi, ne jemi shumë dhëmshëm edhe jemi shumë të hapur edhe jemi shumë popull emocional. Mirë po mendoj që ajo stigma që kemi kolektive, ai turpi, domethënë që nuk bën me shku te psikologu, nuk bën me tregu se është marrë, kjo mendoj që është pikërisht, nuk bën me tregu burri, se na dhe sidomos si gra jemi të rritna ashtu që mos i trego kërkuj që ka ndodhur brenda 4 mureve se nuk bën, edhe në realitet nuk bën.